Shqipëria është në emergjencë kombëtare. Unë jam një nga ata shqiptarë që mendoj që këtu kemi të bëjmë me agjendë për shpopullimin e Shqipërisë. Thush lëvizje e lirë, siç e trajton kryeministri, nuk e thon asgjë. Ai thotë ikin kroatët, slovenët dhe polakët. Jo, kjo qeveri po ja plotson gjithë kushtet qytetarëve shqiptar për t'i përzënë nga Shqipëria. Kam lexuar memorandumin famkeq të Vaso Çuprilloviçit dhe motamo nuk kemi në qeverinë tjetër Quislinge që t'ia unxhi jetën shqiptarëve. Ai thotë si ti shpërngulim shqiptarët, si ti do bëjmë shqiptarët. Këto janë metoda moderne. Unë mendoj që kryeministri Rama me pasaportën europiane kërkon që të largojë edhe shqiptarët që kanë mbetur në Shqipëri. Pasaportën europiane ju a kujtojnë gjatë takimeve? Po patjetër, na e kujtojnë sepse thonë. Duke qenë se është karta që përdor më fort. Po ata thonë që do ikim të fëmijët. Ky është problemi që do ndodh me ata. Pra kaq kuptojnë nga pasaporta. Nuk e shohin siç është standardi i pasaportës. Familja, por është standard pa ujë, pa drita, pa rrugë. Familja shqiptare është e përgjysmuar. Kjo është drama më e madhe që ka ndodhur. Gjysma familjes jeton jashtë, gjysma brenda. Pasaporta europiane është që këta që janë mrena me shkumë u bashku familjes jashtë. Ne mendojmë ndryshe. Ne themi marrëveshja Rama Meloni është një marrëveshje e cila do të shërbesë një precedent për ta kthyer gjithë Shqipërinë në një kamp masiv refugjatësh.